أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم سبحانه وتعالى falenderoj salatat për shëndetjet Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam ja dërgoj dhe adresoj familjes, shokëve dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij drejtueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, të nderuar të pranishëm, vazhdojmë inshallah me rafimin e radhës, të cilin sot do ta kemi nga hadithi të cilin e transmetojmë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, nga shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili tregon për një rast specifik, ku sidomos ne kur në këtë kohë ndonjëherë kur ballafaqohemi me sprova të tilla, pyetja e parë është hoxha, ku më dhon, çish më dhon, a mu ka bë kabull, edhe vezvese të ndryshme të cilat na kalojnë në përmendjet tona. Mirë po, kjo ditë na bëhet të qartë dhe këtë tregim dhe këtë rafim, të cilën e ka treguar pejgamberi unë sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Tregon pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam për një njeri nga Beni Israilet, i cili pas ka vendos që të jape sadaka në një natë dhe pas ka dalë që të jape sadaka. Mirë po, kur pas ka dalë me dhonë sadaka, pas ka dash Zoti i Madhueshëm që me taku fillimisht një njeri i cili pas ka vjedh, dhe ke pas ka dhonë natën, dhe pas kam fillu njerëzit të thojnë sadakaja e tij të nesërmën kanë përhap që është dhënë një grujes lavire, e cila e ka shit namuzin e vet, e pandershme. Pastaj në ditën e nesërme ki pas ka insistu dhe prap pas ka dalën, mirë po prap natën. Dhe sadakaja e tij pas ka ra me një dorë të një vjedhsi hajduki, të një njeriu i cili ka vjedh. Dhe njerëzit ja pas kanë fillu ditën e nesërme të flasin dhe të thojnë sadakaja e tij ra me një dorën e një vjedhsi. Pastaj ditën e tretë ai ende insistoi që Allahu t'ja bëjë kabull, e takoi një njeri i cili pas ka qenë pasanik, i pasur, mirë për natën, ja pas ka dhonë sadakan dhe njerëzit pas kanë fillu që për ta të flasin dhe thojnë një njeri pas ka dhonë sadaka një njeriu të pasur. Brenga e tij nuk ka anal, aja ka bë Allahu kabul, derisa Allahu pas ka dash dhe ai pas ka pa në ëndër. Ki njeriu shka ka dhonë sadaka e ka pa ëndër. Shka ka pa? E ka pa në ëndër që Allahu i ka thonë atina. Çka? Pasurien sadakan të cilën një dhave të asoj grujes lavire, ajo u bo sebeb që ajo të largohet nga puna e fliqur. Ndërsa kur sadaka një dhave ati vjedh si hajdukut, ai e pa që dikush shpenzoj ka pasurin e vetë dhe po ip ka sadaka dhe vendosi ai që mos të vjedhe. Ndërsa i pasuri kur e pa që pas ka njerëz që po jep kanë, edhe ai u vetdisu që duhet me dhonë. Dhe Allahu ja ka bo kabull të dri sadakat. Të nderuar vëllezër, këtu janë disa stacionet e këtij hadithit. E para, kuptimi i plotë i hadithit. Domthonë njeriu nga natyra e vet është që të bëjë mirë. Njeriu i mirë dëshiron edhe të tjerë të shohë mirë. Njeriu i cili është zemër keq, zemër lig, dëshiron vetëm ai të jesë mirë. Nuk dëshiron të tjerët t'i shofe mirë. Në momentin që e shet dikanin që është duke përparu, e fillon të ai aktivizohet ai signali minier i xhelozies. Andërsa xhelozia, sa për informim që ta dini edhe besoj që e dini, xhelozia i ha se vapet që ashtu që ishtë njeriut drud i ha zjari. Se vapet i ha njeriut, xhelozia, smira, pse a i bonin e zbana, që ashtu që ishtë i ha zjari drud, Allah ta merë namazin tanë, agjerimin tanë, veprat e tua të mira, këtë këto të mirën kur ti
i nderuari xhamatli, i nderuari besimtar, ti e shikon synin apo tjetrin me zemërlik. Andaj ki njeri kanë qenë njeri bujar. E pas ka vendos një natë të ape sadaka. Këshire, sadakon pas ka vendos të ajope natën, jo ditën. Edhe pse, do të shohim në tash, që lejohet sadakaja të jipet edhe ditën. Lejohet sadakaja të jipet edhe në mënyrë publike. Mirë, po ki pas ka vendos natën, dhe natë është e erët. Ati të cilit i jep ti nuk e din ku ato ranë, dorën e kujt. Andaj, momentin e parë që ka ra sadakaja, ka ra në dorën e një grujes e cila e shet namuzin e vetë. E shet nderin e vetë. Dhe njerëzit të nesërmën kanë përhap, ama nuk ditë kush ka dhonë. Kanë përhap që një njeri ka dhonë lavirës sadaka. E dini çka ka dhonë ki? Ka dhonë Allahumma lekel hamdu ala zania. O Allah, ti të kon falenderimi që ma bone nasib me dhonë. Mirë, po shpirti i ti nuk ka kon rahat. Ama pranoj Allah, jas ma pranoj Allah. Shpesh e ndodhe dhe me neve, sidomos tash që jemi mujnë e bekuar të Ramazanit, kur vjen sadakatul fitri, zeqati, hoxha a ban këti shka ko kera, ko ban këti shka ko internet, hoxha a ban këti mja dhon studentit, hoxha a ban ati. Domthon zemre njeriu dëshiron me ditë sadakaja e ti, fitri i ti, zeqati i ti është kabul. Kjo është zemra e njeriu, edhe normale është. Mirë, po këtu do të shohim na disa prej dobive kanë njerë nuk është mirë me hulumtu njeriu. Shumë me hulumtu se smuat. Tash ti dikush kur do me dhon sadaka mu ka ndodh, që vinë konsultor me mu, lip familje e cila jeton në Afrikë. Do mos me pas internet, mos me pas rrymë, struj, mos me pas nuk jetim. Do dallon veni për venit. Shembull, te ne nuk është fukara kush ka klim sot mundze me klim, ose ka shporet. Ha? Kush ka shporet dimrit, mundze, plin, nuk është luks, po është nevojë. Se njeriu i tillë mundet mu smu dhe me vdek nga ftoftja, mi thonë në Arabi dikuj, që ti duhet qimeti, duhet plini mundze, ati nuk ka nevoj. Ati do më thonë është luks, sa i do mundze mus me mërdhi. A më përdikoni shka është nevoj, atër ne duhet me ndihmu ati. A jemi qartë? Andaj edhe këtu kur ne inimojna njerëzve, mos ta bëna vezvej se a e dham, a se a dham, a i bat kabul, a si bat kabul. Se ka njerëzit që smuën bashkë këto dit, kanë me vetë detalisht. Ku i lejot me dhonë sadakatul fitrin, ku i lejot me dhonë zeqatin, ku i lejot me dhonën këta dhe ata, edhe e smun vetin. Unë e përjap një këshill këtu të përgjithshme, edhe për juve dhe për ketë ato shka ndoshta na dëgjojnë, që munohet ti me kriteret e tua të cilët i vënon. Shembull, ti je i varfër, ai nevojtari, ti je për njerëzve që i takon me mor, që kaq, mos jenë tash ti me hulumtu, a e meriton, a se meriton, a fal namaz, a çot sabah, a çka ba, domthon mos jenë me hulumtu. E jo ti është ai plotson kushet normal, duke mundu që ai mos jenë se njëri gënjeshtar, mos jenë se njëri i cili përdor parat e tua për zotnaruaj, për komar, për drog dhe kështu me radhë, domthon me pas kujdes. Mirë, po me hit detajisht nuk është e preferuar. Sadakaja e jepet për hir të Allahut te barekuta. E ki njëri natën i pas ka dhënë. Edhe ka thonë, o Allah, ty të kam falenderimi që më mundësove me dhonë këtë sadaka për këtë zinaqark. Ne i sërmit e ka thonë për një njëri i cili ka vjedh. E njërësit që kanë fillu me thonën, Allahu ja pas ka mundësu një njëri me dhonë, po pala i bëhet kabul. E ki kena mërzit. Edhe prap, deri sa kuptimi i hadithit na jep neve me kuptue që njerëzit munohen me bo mirë, lëzër. Shpirti i mirë këtu lip vazhdimisht e ko brengën, a ju ka bo kabul, a ju ka bo kabul, as ju ka bo kabul, a ja lip Allahu si gjurë në formën më të mirë, apo si ja lip ki lodhet me ta. Andaj kjo është shpirti i mirë, lëzër, se shpirtat janë tre llojsh. Shpirti i parë është emaratun bisu, shpirti i cili ku me bo gjuna, shpirti i dytë është shpirti i qetë, edhe shpirti i tretë është shpirti lewame, qërtues. Vazhdimisht qërton, e kam mirë, as e kam mirë, e kum bo mirë, është Allahu i knaqër, që ki shpirt, non, a ma ka pranu Allahu, as ma ka pranu Allahu, e ki njërë ka në konë qështu. Kja di vëzër, e para në jep, me nën kuptu që është e preferuar që njeriu të jape sadaka fshehurazi. Sadakaja është me preferuar të jipet fshehurazi. Nuk ka nevojë mu ditën sa i ki dhon dhe ku ja ki dhon. Dhe kjo është me preferuar. Edhe Allahu për këta ka tregu shumë. Edhe kjo është shembull i këtij njeriu që ky njeri pas ka dhonën natën.
E për ata andaj edhe natën s'ka mujt me dallu ku jetë ja dhon. Natën ja pas ka dhon asoj lavirës, për arsye se s'ka mujt me njoft. Nata erët, s'ka pas dritë. Pastaj ja ka dhon vjetësit, pastaj ja ka dhon edhe atij pasanikut i cili është tirë, se dikush është i pasur, mirë po nuk i tregon pasurinë e vet. Domthon jeton njëri modest apo zot na ruaj është domthon koprac. Është njëri koprac i cili ka dëshirë mos me pa njerëzit. Domthon i shkon në imri të mbledh parë kur kert mirë nuk vozit. Domthon ti mbledh, kur ti mbledh në pjem vozite një Mercedes apo këto ose një Jeep ose këtë diçka. I mbledh parë. Kopraci i ti ka shku Jeepi, s'ka më Jeep, çfarë. Edhe Allahu subhanahu wa taala dikuj nuk ja mundson mi shiu të mirat të cilat i posedon. Vazhdimisht, domethënë munot kopraci edhe në veshje mu duk që nuk ka pare. Andaj edhe ki njëri i cili pas ka vendos me dhon sadakon natën, s'ka mujt me vorejt. Andaj sadakaja fshorazi është e preferuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka cek 7 lloj njerëzish që do t'i futa Allahun në hinë e tij, a ditë që nuk ka je për positën e Allahut, e ka cek dhe një njeri i cili jep me dorën e tij të djathtë e majta e tij nuk e din. Një njeri i cili jep me dorën e tij të djathtë dhe e majta e tij nuk e din. Shpeshherë ne kur t'jap na duhet me veten, a jemi duke dhënë me na pa njerëzit? Ose unë kur kallzoj ligjërat, a më të bëj që njerëzit të më lavdrojnë, kur lexoj Kur'an, a e bën që njerëzit të më lavdrojnë? Kjo janë lufta që njeriu duhet me bën. Niyeti edhe vepra janë të lidhura. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha innamal a'malu binniyat. Veprat janë sipas qëllimit. Ki njeri e ka pas qëllimin me dhon sadaka. Dhe i ka nevojit niyetin me ta pranojë inshallah një njeri i cili është hakli. Mirë po për fat të keqin ka rënë dorën e zinaçarkas, në dorën e hajdukit, në dorën e pasanikut, mirë po Allah ja ka pranuar. Pse? Se jep niyetit. Andaj transmetohet vëllezër që njeriu duhet me dhonën sadakon fshorazi. Transmetohet që nipi Hazreti Aliut i cili ka pas emrin Zein ibn Abidin, ibn Ali ibn Husein, transmetohet që ai ka dhënë sadakon natën. Derisa fukarat në atë qytetin ku ka jetu nuk kanë mujt me vërejt që kush aty ju dhon. Derisa kur ka vdek ki njeri e kanë vërejt që i fukarat ja ka nis mu anku, mu shtue. Edhe në gjenazën kur ja kanë la ja kanë vërejt një litar të konopit, një shenjë të konopit, që aje pas ka pas vazhdimisht me veti që ju ka qu harç nevojtarve. Andaj edhe kur ka vdek e kanë vërejt. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala e nxit njerin me dhonën në përgjithësi. Lejohet edhe në publik me dhonë, me morr vesh njerëzit që ke dhonë. Sikurse rasti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përgatit një ushtri, i ka nxit besimtarët me dhonë. Othmani radiallahu anhu për njerë i ka dhonë 300 deve. Për njerë. Sigur sot me dhonën kerët e shumët. 300 deve. Pejgamberi e ka nxit, i ka dhonë edhe 300. E ka nxit, i ka dhonë 900. E ka nxit, i ka dhonë edhe 100 kuaj. 900 deve, 100 kuaj, edhe ka shku dhe i ka prun 1000 dinar. 1000 dinar të arit i ka pru të pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma darra Uthmana ma amila ba'da al-yawm." S'ka mi bo zarar Uthmanit pas sotit kur gjan. Domthonjë se ka bo punë të madhe. Ky çka ka bon në formë publike, nuk e ka bo fshorazi. Andaj lejohet kaniherë kur është nevoja, shembull, kush po jep për çata, tash duhet mu morr vesh, unë jap, që mi nxit edhe të tjerë. Po lejohet nëse niyetin e ki për Allah me e bo me dhon, ama nëse e ki unë e baj filan shkollën, unë e baj shembull abdesanën, unë e baj qilimin, unë e baj minarën, që njerëzit ta përmenin, këto është vepra sipas niyetit. Andaj njeriu nuk guxon të bëhet për atyre të cilët për të tjerët e jep pasurinë dhe parat. Dy vëllezër, këtu e shohna që njeriu duhet të mundohet ser me pas dert që e ki niyetin tamam. Në qovë se anë njeti jo tamam, mos u mërzit. Ama në qovë se njeti nuk e ki të pacht, nuk është Allahu i knaqër, ta dini që Allahu të refuzon. Edhe e kam cik shpesher dhe kam thonën që të njeriu i cili nuk e ka njetin e pas që sikur se mi adhuru dikuj një robresh pa shpirt, mi adhon një rob që nuk ka shpirt.
A është tamam? Nuk ka tamam. Andaj edhe Allahu e refuzon. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu që njeriu vepra e tij është niyeti. Nëse niyetin e ka si duhet, Allahu do ta shpërbleje sipas niyetit. Transmetohet që Muini ibn Yazid, një sahabi, baba vet i ka vënë do dinar në xhami që ti morin fukarat. Kur ka ardhur te shtëpia, gjali vet parë të dorë. Ka thonë o biri jam, pse ki mor? Ka thonë pa ta nevojë. Po unë kum lën ato për nevojtar. Ka thonë jo, shkën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që janë hakem. Unë i kum morën. Kur ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë për çka i ke lënë ti o Yazid? Ka thonë i kum lën për sadaka. E ti pse i ke mor pa ta nevojë Rasulullah? Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Yazidit, vepra jote shpërblet sipas niyetit. Don, ani pse i ka marr djali jot, ama sipas niyetit. Andaj njeriu vëllazër, niyetin duhet me ndreq. Se kanjer niyeti e rrit veprën, niyeti e zvoglon veprën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që kanjer nuk është me rëndësi patjetër me dhon. Kanjer duhesh me pas niyet. Dikush edhe niyetin e ka të keq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, inna Allaha kataba al-hasanata was-sayyi'at. Me të vërtetë Allahu i ka shënuar veprat e mira dhe veprat e këqija. Thume bejjene dhalik. Dhe pastaj Allahu i ka qarsu ato. Kush e ban niyet me boni vepër të mirë dhe pastaj e ban, e vepron, Allahu ja ban 10 fish. E kush nuk e ban, Allahu ja shënon vetëm një herë. Dhe unë me bon niyet edhe e vepron, Allahu tash ban 10 deri 700. Ama e ki bon niyet nuk munësh, Allahu tash kun sikur se me pas bon. Një. Ndërsa ai i cili dëshiron me bon një të keq, Zot na ruaj, Allahu ja shënon nëse e ban një gjuna. Nëse nuk e ban, Allahu ja shkon sevap. Pastaj njeriu i cili e merr udhën apo udhtar apo është i smut dhe nuk vepron, shembull në Ramazan dikush e ka zakon mi lexu 50 faqe Kur'an, i ka ndodhur një vështirësi, ka ndodhur smuje, është udhtar, këtu sipas niyetit. A e ka pas niyet ser me lexu po? Është udhtar smunut me lexu, është i smut smunut me lexu, Allahu e çon me laçën thot, çisha kon gjendje e robit tem përpara a kon çështu. Atëherë Allahu ja shkon robit çisha kon përpara. Andaj vëllezër të nderuar, niyeti ja punë e madhe, e cila i ndihmon njeriu që ta ndreqë veprën e vet, raportin e vet me Allahun te barek ve taala. Sa veprën e rit niyeti, sa veprën e ul niyeti. Allahu na falë ya Rabbel alamin. Tre vëllezër, këtu e shohna që ëndra është shumë e rëndësishme. Stacioni i radhës në këtë rrëfim është ëndra. Ëndra është pjesë e shpalljes. Domthon njëri kur vdes, vëllezër të nderuar, më falni kur bie me flet, se thash vdes, kur bie me flet ka mundësi ishe ëndrat. Ëndrat janë tre lloj. Ëndër e cila është përgëzuese është nga Allahu, lloji i dytë i ëndrave është ëndrat e liga dhe të këqija vijnë prej shejtanit, dhe ata nuk duhet mi tregu dhe duhet me thonë udhu billahi minash shejtanir rajim kur ti shish, dhe lloji i tretë i ëndrës është atë çka e ki pa gjatë ditës, e përjeton dhe e tregon çka në natë, në gjumë. Atë çka e ki përjetu gjatë ditës, ajo don tregohet në ëndër. Ëndrat janë tre lloj. Një, ëndra e cila është përgëzuese, dy, ëndra e cila është nga ana e Allahut subhanahu wa taala vjen dhe shejtanit çon cytje, dhe tre është ëndra e përjetimit të ditës e shijon në xhumë të natës. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe ka thonë që ëndrat përgëzuese janë pjesë e pejgamberllokut. Me vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën transmeton Imam Buhari dhe Imam Muslimi, tha idha iqtaraba az-zamanu lam takad tura al-mu'minu tukdhab. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të afrohet kiameti, nuk ka ëndër që sheh besimtari vetë se është e vërtetë dhe nuk është gënjeshtër. Për arsye se ëndra e besimtarit është përgëzuese dhe është një pjesë e 40 e pejgamberllokut. Don ëndra është një pjesë e 40 e pejgamberllokut. E ki njeri shka pas ka pa në ëndër, ka pa që Allahu ja ka çuar një myshde, që Allahu ja ka pranuar veprën e tij. A por me pa ëndër vëllezër të mirë, duhet mi plotësu disa kushte. Në një, mu kon serb besnik, mos mu kon gënjeshtar. Sa ai i cili rrin edhe në ëndër sheh rrena. Ai i cili rrin ditën sheh edhe në ëndër nuk ka besnik. Andaj mos thuaj dikush jam ato pa ëndra të mira ndërsa ai është gënjeshtar. Në një mu kon besnik, dy mu konën vazhdimisht
që i ka frikën Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu tha në Kur'an: "Alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah." Ata të cilët besuan dhe ishin të devotshëm, atyre i çojnë përgëzime në dunjë dhe në ahiret. Ka dhënë përgëzime në dunjë, Allahu ju çon njerëzve kur janë domethënë në xhum dhe ëndër. Tre vëllezër që me pa ëndra të mira, dush me ra me abdes, dush me bë tobe, dush me ra në anën e djathtë, me bë dhikrin dhe 5 vëllezër me lut Allahun: "O Allah, më mëso mos me pa ëndra të këqija, po me pa vetëm ëndra të mira." Për arsye se transmetohet që Aisha radiallahu anha e ka pas zakon. Aisha radiallahu anha e ka pas zakon që transmetohet dhe thot, ka thonë: "Allahumma inni es'aluka ru'yatun salihah." Ka thonë: "O Allah, të lusë ty me më mundësu me po ëndër të mirë, gajru kadhibe, dhe jo ëndër gënjeshtar, nafi'atun gajru darra, dhe ëndër e cila është e dobishme dhe nuk ka e dëmshme." Andaj vëllezër, këto ishin disa prej stacioneve të cilat i patëm në këtë hadith. Pastaj shkojmë me dobit të cilat do t'i tham inshallah. E para është sadakaja mundet më ju dhon edhe njëri gjunaçar. Kur ti sadaka, mos i kshir kriteret, a i falë sinet, a ka mekër, a ka musteqe, a i ka flok që shikaj. Domthon lejohet edhe gjunaçarit me ju dhon sadakaja. Sadakaja domthon i lejohet çdo kuj, edhe nuk duhet me kshir. Dy vëllezër që njeriu duhet mu munue vazhdimisht kur t'jape sadaka, mos mu munu mu lavdru. Këto e shofna që ki njeri s'ka la lavdru, nuk dihet emri i tij, edhe të nesërmit kur ka dhon ki sadaka, nuk e kanë ditë njerëzit kush e ka pranuar sadaka dhe çka ka bën. Tre vëllezër ulemaja kanë rënë në polemik dhe kanë thonë: me bo sadakon me ja dhon një njeriu i cili nuk ka hakli, normal, ja ka dhon zënaçarit, ja ka dhon vjetësit, ja ka dhon pasanikit, ka dhonën kjo bot kabull. Po zeqatin me ja dhon dikuj, shembull, zeqatin ja jep një pasanikit, inshallah Allah është problem, ama a e ki dhon hakin e zeqatit ajo? Ulemoja kanë polemik. Disa janë argumentu me këtë hadith dhe kanë thonën që i mjafton, sikur sa Hasan al-Basriu ka thonën: ai i cili ja jep zeqatin edhe ati shka nuk e meriton, po njeti i ti ka qenë që me dhon zeqat, i pranohet. Dhe këtë menime ka pas Hasan al-Basriu, Imam Ebu Hanifja dhe të tjerët kanë thonë që domethënë i bëhet kabull. Pika e katërt, vëllezër, ai i cili e jep një sadaka nga dobit të cilët i shohna nga kjo hadith është që duhet me dhonën çdo kategorie njerëzish. Shembull, neve na bjen rrugë sot ja japna një njerit i cili shembull shtirët që është i varfër. Ne nuk e dina. Ne nuk duhet me hulumtu, sot e ceka dhe prapë përsëris. Sot shembull kur japin njerëzit sadaka, këto ditë e kanë atë brengën atë tamam. A është te filan shoqata mirë, te basia islama mirë, ati mirë, dhe unë i him vezveset, mos hulumto o vëlla. A i te dhon ti për Allah, po. Ne ta boje gojlën, a i shka e pranon. A i shka e merë, a i ne ta boje gojlën. Ama ti a i e i sinqert me Allahun, që i te dhon rizalillah, nuk i interes për të shpërblimin të Allahut te bareke ve teala. Një ashtu, pika e 7, e 6 më falni, është edhe vjetësi, edhe zinaçarka janë në kuadër të imanit. Andaj ki njeri i pasa konsideru njerëzit nevojtar edhe të imanit. Andaj edhe ju ka thonë atyre, domthon edhe pse kanë bërë gjunahe, atyre ju ka thonë domthon me pranu ata. Pika e radhës, vëllezër, njeriu është mirë që mi nxit veten dhe familjen me dhonën sadaka fshehur razi. Shembull, tash në Ramazan, nuk janë komedit sa pare, sot cigare blini ka 130 dinar, kush e pje 150, e 70, 80, ku di sa abon paketa, shka me pas këtë ditë të Ramazanit tradit, ka 10 dinar me dhonë sadaka. Jo muë, se su më dalin, edhe me mi dhonë nuk më dalin, 10 dinar. Po mi dhonë një nevojtarit, 10 dinar, një fukaras, rrugës, në xhami ku shenë nevojtar dhe kështu me radhë, bën e vetën tradit me nxit me dhonë sadaka. Andaj, nxitja në sadaka nuk është e sasia, nuk është e sasia sa jep, po me bo adet me dhanën. E sidomos në muaj e bekuar të Ramazanit, njeriu t'i preferohet dhe është e vyshme që të jape sadaka sa më shpesh. Dhe një ashtu është mirë njeriu kur të dëgjoje fjalë që dikush e lavdron apo e kritikon dhe ai ka ndihmu, mos të preket me ta. Dobi nga hadithi e kuptën që ki njeri s'ka na prek me thanën
ja ku më dhonë zinaçar kë shkëtja lipi. Jo, bile përkundra si ka thonë Allahume lekel hamdu ala zania. O Allah, ty takon falenderimi që i ma ki bo nasib mi i dhonë sadaka edhe zinaçarkës. Dhe më dhonë, kisa fajsu, nuk është ndiku në punë të mira nga njerëzit. Apo me të thonë dikush, o ti, janë të zonë për budal që i të dhonë. Dhe ka njerëzit tilë, kur dikush është bamirës, ja filloj mi i full fjallë të liga dhe të këqia, janë të shfridzue. Si të edhon ti, ato janë të zonë për budal. Edhe këshu me radhë dhe aj pastaj ndale dhe nuk ndihman. Apo e kundër ta, ndoshta dikushi i folin fjallë mira dije të mira. Ja rejhin shpinën, bravo me ti nuk ka, i të dhonë, i të bon, edhe ja fillon vëllezër të ndëruar, pasaj zëtë në ruaj, mi hi vetin huj, edhe ja nis me zonë vetin sahabe, demokrasu me Ebu Bekrin, edhe kjo problemi i radhës, edhe këtu ka problem kur të lavdrojnë njerëzit, apo kur të kritikojnë, mos u mërzit dhe ti nëzitu për me dhonë sadaka. Një ashtu vëllezër, prej dobive, është që njeriu, kur ta jape diçkajen, mos me dhonë vëllezër të ndëruar në kompenzim të diçkajt. Jo me thonë unë ta jap ti, a më të me dhonë namuzin tanë. Ka mujtë ke njeri kur ja ka dhonë zinaçarkës paret, që sadaka mu me bo fahishe zina me ti. Jo vëllezër. Apo kur ja ka dhonë hajdukit, mi thonë hajde ti që paret, po ti jap, a më kur të bëjsh ti shumë pare me vjedh, e do në gjysë përgjise. Apo pasanikut mi thonën bjerëm. Kur ta bëjsh sadakan, mos e bën me peshorën, me vagën e kësaj dunjoje. Gjithë shka bëne, duke prit shpërblimin nga ana Allahu te bareke wa taala. Pika tjetër dhe e fundit është njeriu kur t'jape vëllezër të nderuar. Vazhdimisht duhet me falenderua Allahun te bareke wa taala. Ki njeri kur pas ka thonë 3 herë, ka thonë Allahumma lekel hamd. Ti takon falenderimi o Allah që ma mundsohem i dhonë edhe zinaçarkës, edhe vjetësit, edhe pasanikut. Kjo vëllezër të nderuar duhet të jese vazhdimisht në gjuhën tonë, shenja e falënderimit ndaj Allahut te bareke ve teala, dhe nuk prish punë që njeriu kur nuk i flet zemra me një sadaka, me dhonë edhe njëherë, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe dje cekëm dhe përsëris ka thonë shëroni të sëmurit e juaj me sadaka. Allah na bëj për atyre të cilët jemi bamirës dhe japna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpërblyef për ndëgjimin. Wassalamu alaikum.